Përshëndetje nga Washingtoni, nga mbledhjet e pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Gjatë këtyre mbledhjeve u diskutua për ekonominë globale, u diskutua mbi rrisjet me cilat përballet ekonomia globale dhe sfidat cilat do të përballin autoritetet nga të gjithë shtetet e botës. Normalisht niveli pasigurive nisur nga tensionet tregtare, gjithashtu dhe nga luftrat që ndodhin në mbar botën është rritur dhe në këtë aspekt Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se ritmet e rritjes ekonomike në nivel global mund të ngadalësohen, por ato do të vazhdojnë. Gjithashtu inflacioni do të ketë një nivel në rënje, por me ritme më të ulta se sa nga parashikimet e mëparshme. Lidhur me kontekstin ton rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor, progresi është vlerësuar shumë pozitiv dhe veçanërisht për Shqipërinë, Fondi Monetar dhe Banka Botërore gjykon që Shqipëria është në një trajektore pozitive zhvillimi, ekonomia jonë do të rritet në nivelin 3.5-4% në afatin e mesëm dhe të shkurtër, inflacioni do të mbetet nën kontroll dhe sipas parashikimit të Bankës së Shqipërisë, objektivi 3% i inflacionit do të arrihet në vitin 2026. Treguesit e përgjithshëm makroekonomik u vlerësuan pozitivisht nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Gjithashtu u vlerësuan dhe reformat strukturore të ndërmarra si nga qeveria shqiptare, Banka e Shqipërisë dhe të gjithë autoritetet publike në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Shqipëria është duke hapur kapitujt një pas një në procesin e integrimit evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar është në mbështetje të këtij procesi me asistencë teknike dhe me gjithë instrumentet e tjerë të disponueshëm nga ky institucion ndërkombëtar. Një vlerësim mjaft pozitiv u dha për Shqipërinë nga institucionet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar lidhur me progresin e bërë për digitalizimin dhe veçanërisht për modernizimin e sistemeve të pagesave. Pranimi i Shqipërisë në zonën SEPA është një nga arritjet e konsiderueshme dhe kjo u vlerësua pozitivisht. Puna e mirë e bërë nga Banka e Shqipërisë dhe autoritetet e tjera lidhur me pranimin vitin e kaluar, por dhe me aplikimin e bankave tregtare gjatë këtij viti dhe me synimin për të bërë pjesë e SEPA-s në tetor të këtij viti, është vlerësuar mjaft pozitivisht. Ne do të vazhdojmë të kemi mbështetjen me asistencë teknike nga Banka Botërore në këtë drejtim dhe gjithashtu jemi duke punuar me Bankën e Italisë për të implementuar një sistem pagesash të shpejta që quhet TIPS kloni sistemi TIPS, i cili do të jetë i disponueshëm për ekonominë shqiptare dhe qytetarët shqiptar në mesin e vitit 2026. Në përgjithësi zhvillimet u vlerësuan pozitive, Shqipëria ka një trajektore pozitive zhvillimi sikurse e përmenda dhe Fondi Monetar dhe Banka Botërore vlerësuan dhe përgëzuan autoritetet shqiptare për punën e mirë të kryer gjatë këtyre viteve, për ndërmarrjen e reformave strukturore dhe për drejtimin e duhur në rrugën drejt integrimit evropian të Shqipërisë.